Pse i tregohet njerëzimit se njerëzimi është i kontrolluar sot nga disa përbindësha pedofil, vrasës dhe kriminal? Cili është mesazhi që njerëzve të thjesht u tregohet kjo gjë? Kjo u tregohet sepse ne jemi në kohën e krizës së besimit, jemi në kohën e polarizimit ekstrem të botës, jemi në kohën e luftës së brendshme të elitave, jemi në rënien e epokës dhe të rendit të vjetër botëror, dhe kur rendi lëkundet, dhe kur thesi i miellit goditet dhe shkundet, dalin skandalet, dalin dosjet, bien kokat e mëdha, bien elitat, dalin përbindshët. Kjo nuk ndodh sepse ata ishin imoral dhe u bën të moralsh. Jo. Kjo ndodh sepse ata po luftojnë, vet elitat po ju luftojnë për mbijetesë. Cili është përfitimi i tyre nga gjitha kjo? Përfitimi është gjithmonë ekonomik dhe politik. Për establishmentin cili është përfitimi? Kemi kontroll të tranzicionit, kemi disiplinim të aleatëve tek elitat, kemi eliminim të rivalëve, kemi dhe përfitimin për politikanët që i nxjerrin, kemi kapital moral, kemi pushtet simbolik, armë ndaj kundërshtarëve, ndërsa përfitimet për sistemin janë shkarkimi i emocioneve dhe i zemëratës së popujve dhe të masës dhe ruajtja e strukturës bazë të sistemit.